Kisha ortodokse beson dhe kemi përsëritur vazhdimisht. Njeriu është një entitet i përbashkët, psikosomatik, ka një trup, po ka dhe një shpirt. E kjo shërbes është për gjithë personin e njeriu, sepse kufiri ndërmjet smundjes psikike, shpirtërore dhe asaj trupore nuk është i ndarë. Si një person në unitet ndikojnë tek njëra tjetër. Ne i lutemi Zotit na shërojë nga smundjet fizike, po i lutemi që na shërojë edhe shpirtërisht, sepse shërimi shpirtëror ndoshta është akoma dhe më i rëndësishëm. Atë edhe kjo shërbes është vendosur një shërbes shërimi dhe një shërbes pajtimi, sepse duke shëruar shpirtërisht ne pajtohemi me Perëndimin. Dhe bëhet ditën e javës së madhe pikërisht për ta përgatitur ne që të jemi në pungim të gjallë me Zotin e gjallë ditën e Pashkut. Dhe ju lutesh shumë gjatë kohës që do vini për të marrë shërbesën, të vini me lutje, jo me të shtyra, sepse bekimi nuk përmbehet, bekimi ide. Ne do ja afrohemi Zotit gjithmonë me frikë Perëndie, e duke pasur besim që mëshira e Tij do jetë e madhe mbi ne. Mundohuni që të ruani gjithmonë frymën e lutjes kur vini për të marrë bekimet nga Zoti. Vetëm te formë mund t'i afrohemi Zotit në ditë. E diçka që e përmend gjithmonë në shërbesat e mëdha, duhet të them. Ne jemi persona të veçantë. E çdo njeri i afrohet Zotit si një person i veçantë me emër dhe mbiemër, sepse ne nuk jemi turma që sulemi për të rrëmbyer diçka, po jemi në një kontakt personal me Zotin e gjallë. Raporti ynë është personal, sepse Zoti është një person. Dhe i afrohemi atij gjithmonë me frikë Perëndie, me lutje, dhe i afrohemi atij për të kërkuar mëshirën e Tij. Shërbesa e fqenisë është një shërbesë shumë e rëndësishme. Një nga shërbesat më të vjetra në Kishë përmendet në letrën e Shën Jakobit që për shërbesën për të falur mëkatet dhe për shërimin e shpirtit edhe të trupit. E kjo shërbesë që është themeluar nga vetë Zoti vazhdon në Kishë. Dhe Kisha vazhdon gjithmonë veprën shpëtimtare të Zotit, sepse Kisha për këtë arsye është themeluar, që mbasi Zoti u ngrit lart në qiell përsëri, themeloi Kishën që të vazhdonte veprën e Tij shpëtimtare. Dhe shërbesa e fqenisë është një shërbesë jashtëzakonisht e rëndësishme për zhvillimin tonë shpirtëror dhe për rritjen tonë shpirtërore. Mos e neglizhoni këtë shërbesë. Shërbesa nuk është magji, vetëm thjesht herë dhe kur lyhem me vajt të shpëtuar. Shërbesa të Kishës ortodokse janë një proces që do thotë që secili nga ne vjen në një raport personal me Zotin për të rritur sa vjen edhe më shumë shpirtërisht, sepse duke u pajtuar me Perëndin, krijon paqe në shpirt. E s'ka gëzim më të madh për një njeri që beson kur pajtohet me Zotin. Dita e Pashkës do jetë për te një ditë gëzimi e një ditë bekimi. Mundohuni dhe njerë, siç u thash, pa të shtyra. Ne do jemi këtu deri në fund. Ne do largohemi të fundit. Ju uroj të gjithë dhe të afrohemi në dashuri, të afrohemi në besim, e të afrohemi duke u lutur Zotit mëshirave e Zotit ndër në japë bekimin. Amin.